حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار لفظية تقول الله Ata e falenderojmë ndihmën dhe fale vetëm prej Tij kërkojmë falje nga Allahu prej këqija dhe shpirtit dhe veprave tona. Atë të cilin Allahu zonë në rrugë të drejtë nuk ka kush që ta humbë, dhe të cilin Allahu e humb nga rruga drejtë nuk ka kush që ta udhëzojë veç Tij. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Tij. Oju që keni besuar, kijeni frikë Allah me një frikë të dhejnë të vërtet dhe mos nuk kapi dhe gjithë vdekja vetë se duke qenë musliman. Oju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi njeriu vetëm e për atij krijoi bashkëshorten e tij dhe për atyre dyve u shtuan burra shumë dhe gra dhe kijeni frikë Allahun që me emrin e tij betoheni dhe ruajeni ligjet farekisnore. Me të vërtet Allahu është mbikëqyrës me ju. Oju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Allahu ju mundson të kryeni vepra të mira dhe ju fal mëkatet tuaja. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit i Tij, me të vërtet ka arritur një sukses të madh. Vëllezër, me të vërtet fjala më e mirë dhe e bukur është fjala e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe punë më të këqija janë ato që shpiken në fe risit bidatet, dhe dijeni se çdo bidat të çon në humbje, dhe dijeni se çdo humbje të çon në zjarr. Allahu na ruaj prej tij. Përpara se të filloj në hutbë, vëllezër, ju shikoj shumë vëllezër nga këtu lart që komunikojnë dhe bisedojnë kur unë bisedoj dhe flas në hutbë. Kjo ndodh çdo javë zakonisht. Por as e kishim përpjekur dhe të mos dashur të lëndojmë çdo javë. Jemi përpjekur një 2-3 javë apo 4 javë që kujtojmë rëndësinë e dëgjimit të hutbes. Ndoshta ka shumë të rinj dhe i kuptojmë dhe nuk i keq kuptojmë. Allahu është dëshmitar për të gjë. Ndaj për atë që është shërile ta dëgjoj sot, ose për atë që ka harruar dhe përfitohet sot, nëse imami fillon të flasë nga minberi, pra në ky vend, nuk lejohet asnjë gjë. Edhe nëse vjen dhe thot dikush Esselamu Aleikum,
përgjigja është detyrë të thosh aleikum selam në islam. Pra ti thosh aleikum selam vllai nëse të jep selam është detyrë. Megjithatë nëse imami ka filluar hutben, nuk lejohet i kthesh dhe selam vllai. Që do të thosh nëse vjen dikush e nuk e di thot selam aleikum, hesh nëse do ktheja me dorë ke bërë obligimin dhe ri. Por të bisedosh me vllajin, erdhi kush erdhi, i shikoj çfarë bën, vallai unë kontrolloj dhe i shikoj të gjithë këtu. Po justifikojmë jeni të rinj, po ju kujtojmë nëse keni harruar, mos ja humbni shpërblimin vetvetes së kësaj dite. E humbet shpërblimin nëse ti vjen dhe shpërqendrohesh, dhe vjen dhe se mban mendjen veshin tek imami të dëgjosh predikimin javor, humbet shpërblimin. Paksohesh shpërblimi pse unë shndërrohet ky shpërblim i madh në namaz dreke. Dhe jo në xhumaj që ka shpërblim të madh kemi vajtë në me kastile. Veni Allah për kujtim dhe mësimi sotëm është urdhërimi për të mira, ndalimi nga të këqija, problemi dhe rëndësinë e saj. Dhe kjo është për urdhërimi të mira për kujtimin e të mirë në mënyrë që askush nga vëllezërit që ka lënë punën, familjen, gjithçka, ti humbi ky sevap. Jo valla, ne dëshirojmë me lejen e Allahut, me mëshirën e Zotit, ti që le gjithçka për hir të Zotit, ta arrish dhe marrësh të shpërblim dhe ta gjesh nesër kur takosh Zotin. Dhe mendo mirë për Zotin se do ta gjesh tek Zoti, por plotsoj ato rregulla dhe kushte. Dhe prej tyre hesht kur fillon imami dhe dëgjoj, e nëse të bezdish dikush dhe nuk di thoj, bëj me shenjë, po flet imami dhe hesht, kjo vlen dhe për ju motra të nderuara, pra nuk përjashtojeni për mos tet ka momente të cilat ja kaloni burrave në këto raste, pa dashur të fyej dhe rëndoj, por arrijeni dhe merrni këto shpërblime duke heshtur e duke dëgjuar. Allahu i madhëruar thot në Kur'an wal asr, betohen në kohën, innal insana lafi khusr, në të vërtet njeriu është në humbje, ka humbur çdo njeri, illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre të cilët besuan dhe punuan vepra të mira. U ndalëm në pjesën e parë ose në shumicën e surës kaq të shkurtër, por që përmban me ta kuptime shumë të mëdha. Dhe thamë Allahu betohet për kohën, dhe Allahu t'i lejohet të betohet për krijesat ky çdo dhe sido, sepse është krijuesi dhe nuk na lejohet ne të betohemi para asgjë tjetër vetëm në Allah. Ndryshe kemi kundërshtuar Allahun, kemi bërë gjuna të mëdha në transmetime shirki dhe tari, pra nuk lejohet. Betohet Allahu në kohën, thamë, sepse tregues i qartë që ka vlerë koha. Është kapitali jonë, i cili na drejton ne drejt kënaqësisë Zotit, ose nëse nuk e përdorim që duhet, marrim zemërimin e Zotit. Është kapitali jonë i cili na me përdor dhe na drejton drejt lumturisë së vërtetë, ose mjerimit të prijet Allahu na rreth zjarrit të xhenemit. Wallahi ne duam rini, dhe kjo xhami është e mbushur me rini, ta shfrytëzoj të kohë. Ta ketë vallahi flori dhe mështrin se floriri, wallahi duam rini, që ta marri këtë kohë dhe ta shfrytëzoj, edhe të jetë shembull aty ku është në shkollë i pari, në profesionin dhe zanatin e tij shembull dhe i pari, ta duam rini të tillë. Dhe kjo kohë është kapitali që arrin dhe përfiton dhe e shfrytëzon. Edhe vijuar me thafot Allahu me të vërtet gjithë njerëzit janë në humbje, po askush nuk mund të udhëzohet vetëm me leje dhe dëshirën e Allahut. Ndaj Allahu tha, o robërit e mi të gjithë jeni të humbur, ndaj më kërkoni mua të udhëzoj, që t'ju udhëzoj. Pra të gjithë jemi të humbur vetëse me mëshirë dhe lejen udhëzimin Allahut dhe udhëzohemi në fjalën e hajrit, në punën e mirë, në punën e suksesshme. Pra kërkojeni dhe ne kërkojmë çdo ditë, duke thënë ihdina siratal mustaqim, na udhëzo Allah në rrugën e drejtë, pra rrugën e profetëve, në rrugën e sahabëve, në rrugën e të dërguarve, në rrugën e të devotshme të mirëve. Pra na udhëzo në fjalën e mirë, në punën e mirë. Dhe u ndalëm në fundin e ajetit ku thot Allahu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pra kanë humbur njerëzit, janë gjithë të humbur, përveç kujt? Allahu veçori kategori. Kush janë? Ata që besuan, ata që punuan, dhe thamë nuk ndahet të ne muslimanët besimi nga vepra, jo nuk është prej besimit tonë. Ata që thonë kështu kanë keq kuptuar islamin dhe imanin. Pra thamë imani dhe vepra tek ne janë një.
Pra kanë shpëtuar nga këta që humbur dhe shumica janë të humbur, kush besoi dhe punoi, tjetër kush o Allah, ata që e këshilluan njëri tjetrin për të mirë, ata që e kujtuan tjetrin mirësinë, e urdhëruan njerëzit për veprat e mira, për moralet e mira dhe ndaluan nga e keqja, këta kanë shpëtuar. Po vëllezër, kanë shpëtuar kjo kategori. Me të vërtet ashtu ishte përmenda vëllezër, javën që kaloi dhe e mbylla hutben, edhe ju kujtova urdhërimi për të mira, pra ti këshillosh njerëzit për të mirë dhe ti ndalosh nga e keqja, jo me të keqe, ti urdhërosh në të mirë me të mirë dhe ti ndalosh nga e keqja, jo me të keqe, wallahi është prej parimeve më madhore të feson. Dhe është nga qëllime dhe punët më të rëndësishme dhe nderuara të profetëve. Nëse do të neglizhohet ky parim madhor, pra të këshilluarit dhe njëri tjetrit për të mirë, ta ndalosh të kujtosh të keqen, nëse do të neglizhohet ky parim madhor në mesin tonë, se jo dhe jasa xhamia që është obligim për ne, wallahi do të prapet humbja tek njerëzit. Ignoranca, shturja dhe degenerimi, e pa diskutueshme. Nëse do të heqtim, pra nuk do të flasim, ti kujtojmë njerëzit të mirën, ti kujtojmë njerëzit keqen, çfarë prek do të prapet degenerimi, shturja, prisja, do të humbin njerëzit. Dhe më pas çfarë ndodh, nëse ndodh kjo gjë, shturja, degenerimi, gjunaje, do të shkatërohem prej shturjes, gjunajeve, ata që e lënë të parim. Do të shkatërohen qytete, wallahi, që shka përmendur Allahu, dhe ky shikoj sytan sot e kësaj dite, dhe s'kam për ta kuptuar të rrugë. S'ka lënë prej këtij parimi vetëm kur takojnë Allahu ditën e gjykimit. Pra vëllezër, urdhërimi për të mira dhe ndalimi nga të këqijat është parim madhor dhe anija e shpëtimit ton. Anija e shpëtimit ton. Allahu i madhëruar e dheri obligim, detyrë për të gjithë ne, pa përjashtuar burra dhe gra, e dheri obligim ti urdhërosh njerëzit për të mirë. Kur them ti urdhërosh, nuk do të thotë veç ta rash, jo, ta këshillosh dhe ti kujtosh mirësinë, urdhrat e Zotit me të mirë. Dhe ti ndalosh njerëzit nga e keqja, jo me të keqe. Nuk jemi tani në këtë pikë, do të vi momenti, ndoshta sot jo, javën tjetër. Pra etapa të urdhërimit për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Por ju kujtoj, Allahu e beri obligim, nuk përjashtohet askush nga ne, të urdhëroj për të mirë dhe ndaloj nga e keqja. E veçoj këtë umet. E veçoj duke dhuruar vlerë dhe mirësinë më të madhe. Pra e beri popullin më të mirë. Kush është arsyeja? Allahu thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzit. I zgjedhur dhe njerëz, mirë valla, pse jemi populli më i mirë ne? Ne muslimanët, ne pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse jemi o Allah më të mirët? E Allahu vijon dhe thot: "Pra ju jeni populli më i mirë i zgjedhur për njerëzit." Pse? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Të urdhëroni për të mira, ti kujtoni njerëzit të mirën, obligimet e Zotit, virtytet e moralet, dhe ti ndaloni nga të këqijat. Prandaj jemi populli më i mirë, nëse do të arrijmë të kjo mirësi dhe vlerë, pra ti themi vetes pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti themi vetes se jemi musliman dhe do të arrijmë të kjo vlerë dhe mirësi. Atëherë urdhëro për të mira, ndalo nga e keqja, wa tu'minuna billahi, dhe besoni Allahun. Pa besim nuk vjen dot e kjo pikë, patjetër. E veri Allahu i madhëruar këtë parim madhor, shkakun e shpëtimit dhe fitimit të dynja dhe ahiret, thot Allahu i madhëruar: "Wal takum minkum umma", le të jetë prej jush një grup, yed'un ila al-khair, që i fton njerëzit në hajër dhe mirësi, ya'muruna bil ma'ruf, urdhërojnë njerëzit për të mirë, wa yanhauna 'anil munkar, dhe i ndalojnë nga e keqja, wa ulaika humul muflihun. Këta janë të shpëtuarit, thot Allah. Në do të apësh vetëm për të shpëtuarit dhe fituarit në dynja dhe ahiret, urdhëro për të mira, me të mirë dhe ndalo nga e keqja, jo me të keqe. Allahu i madhëruar përmendi prej cilësive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Më dalluese të tij është urdhëron njerëzit në të mirë dhe ndalon nga e keqja.
Allahu thotë ata të cilët e pasojnë të dërguarin Allahut, i cili nuk di shkrim dhe këndim, pra Muhamedi sallallahu të cilët e gjejnë atë të shkruar në librat e tyre, pra i thartë librat kristianëve që futet e gjejnë në librat e tyre. Çfarë thotë? I urdhëron ky profet njerëzit në të mirë dhe i ndalon nga e keqja. Cilësia e profetit, cilësia e besimtarit. A e di vëlla prej cilësive të cilët Allahu të përshkroi ty dhe ty motër e nderuar, është urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Po vëlla, e cilësia jote nëse do të arrish të dy hajër dhe mirësi, bëu pjesë i Allahu të lavdërojë në këtë gjë. Allahu thotë në Kur'an: "Wal mu'minuna wal mu'minat", besimtarët dhe besimtarët. Ba'duhum awliya'u ba'd, janë miq të njëri tjetrit, janë ndihmëtar të njëri tjetrit, janë përkrahës të njëri tjetrit. Pra janë besimtarë vëllezër, motra për hir të Allahut. Mirë, janë, po pastaj ya'muruna bil ma'ruf. Cilësitë e kujt të besimtarë, urdhërojnë për të mira, ndalojnë nga të këqijat, e falin namazin, e japin zakatin, i binden Allahut dhe dërguarit, këta shpresohet që të mëshirojë Allah. E përmendi Allahu cilësitë e hipokritëve dhe besimtarëve dhe tha, me të vërtet hipokritët dhe hipokritët, çfarë bëjnë? Ata janë miq të njëri tjetrit. Ne nuk kemi miq hipokritë dhe besimtarë, pra nuk dua me zemër dhe shpirt dashuri të vërtet vetë se besimtarët, sepse Allah në bëri në dy, ata janë miq të njëri tjetrit. Pra hipokritë dhe hipokritë janë miq të njëri tjetrit. Shikoni cilësitë e tyre, urdhërojnë për të këqija dhe ndalojnë nga të mirat. E kundërta, e përmendi Allahu cilësitë e besimtarëve vëllezër në surën Ahzab, duke thënë ata që pendohen, adhuruesit e Zotit, ata që falenderojnë Zotin, ata që kthehen te Zoti ku bëjnë gjunaje, ata që bëjnë ruku dhe sejdë, ata që urdhërojnë për të mira, ata që ndalojnë nga e keqja, ata që rrojnë kufit të Zotit, përgëzojnë ta besimtarët të Allahut më dhëruar. Wallahi nuk mbarojnë ajetet betohen për Zotin. Nuk mbarojnë ajetet që ka përmendur Allahu i madhëruar në Kur'an për treguar vlerën dhe rëndësinë e këtij parimi madhor në Islam. Dhe ju përmenda, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Islami e 8 shigjeta, ndaj prej dietarëve tha, Islami është 8 shtylla, jo 5 shtylla. Dhe prej atyre pas 5 shtylla që njihen, udhërimi për të mira, ndalimi nga të këqija dhe lufta në rrugën e Allahut. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe pra me dashur tek Allahu është besimi tek Zoti, ruajtja e lidhjeve parafisnore, të urdhërosh për të mirë, ndalosh nga të këqija. Po vëllezër, Allahu i madhëruar e bëri urdhërimin për të mirë, ndalimin nga të këqijat, anijen e shpëtimit tonë. Wallahi ne të gjithë jemi në një anije. Të gjithë jemi në një anije. Të shturur, të devotshëm, të mirë, të prishur, të gjithë në këtë shoqëri jemi në një anije, nuk ndrojmë. Pra jemi në një rrugë, në një qytet, në një shtet, në një tokë. Kjo anije që lundron na mbar të gjithë ne. E nëse duam që të anije ta shpëtojmë, dhe mos bëhen se bikta të shturur, të prishur, gjunaqar, të humbi dhe të shkatërohen të mirët, urdhëron të mira dhe ndalon nga të këqija. Profeti sallallahu alaihi wasallam solli një shembull shumë të bukur dhe thot, shembulli i atij i cili është në rrugën e Zotit, pra është i përmbajtur kufive të Zotit, pra është në rregull, dhe ai i cili ka lënë kufit e Zotit me gjunaje, nuk i vritet Zotit profetit. Pra sot i ka dy shembull, çfarë do thot? Thot si shembulli një grupi njerëz që dolën në udhtim në anije, thot, dhe odhën short me njëri tjetrin. Kush do të rinë në katin lart dhe në katin poshtë, odhën short me njëri tjetrin. Pra sot i shembulli ai që është në rregull me ligjin e Zotit dhe ai që nuk është në rregull me ligjin e Zotit, pra gjunaqari, i shturur ose jo besimtari, si shembulli i grupi që dolën në udhtim në anije, thot. Odhën short, disa sipër, disa poshtë. E ata të cilët dëshironin të pinin ujë dhe ishin poshtë në katin e poshtëm, ngjiteshin lart dhe kërkonin ujë aty që ishin lart. Deri sa i than njëri prej tyre, ose i than njëri tjetrit, ne nëse ngjitemi lart, i shqetësojmë ata, sikur të hapim një vrim këtu në këtë anije dhe të marrim ujë prej saj.
Që është shembulli të Krishtit vëlla, i gjunaqarëve. Nuk i bën përshtypje vëlla se çfarë bën ti dhe jeton ti. Që e mbyll profeti dhe thot, nëse do i lëm të mirët këta njerëz të shturur dhe nuk do i ndalin thot, do t'i përfshin dëshkimi, do të mbyten të gjithë. Kështu është shembulli Allahu na fal vëlla. Kështu është shembulli dhe na ruajt dhe mos na ndëshkon s'ka bëjnë të humburit, mendjeletit jashtë xhamie, të cilët janë shumë dhe ne jemi pak. Ne jemi në këtë anije dhe shoqëri e cila është mbushur me zullume, me harame. Wallahi, shahet Zoti natën dhe ditën, mohohet Zoti natën dhe ditën, thyet profeti sallallahu alaihi wasallam natën dhe ditën, adhurohen vare natën dhe ditën. Wallahi, ku ka gjuna më të madhe? Ku ka të keqe më të madhe? Dhe ne jetojmë në këtë shoqëri dhe jemi bashkë me ata në këtë anije, lundrojmë. E nëse ti dhe unë nuk i ndal këta, nuk i kujton këta njerëz që na rrethojnë, mos duket çudi, mos edhe në Zoti që të na përfshi kjo anije nesër të mbytet. Të mbytet bashkë me ne. Hyri profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i shqetësuar, një transmetim u zgjua i shqetësuar. Zeynep e gruaja e tij radhiyallahu anha i thotë çka kjo dërguari i Allahut? Tha la ilaha illa Allah. Profeti, la ilaha illa Allah. Wailu lil arab min sharri qad iqtarab. La ilaha illa Allah, mirë për arabët për të keqen që është afruar. U hap sot nga penda e Gjuç ma Gjuçve dhe beri me shenjë kaq. Penda e Gjuç